Mirëmëngjes, përshëndetemi sërish së bashku, vim transmetimin e drejtë për drejtë këtu në Report Televizion me hapësirën e fleshit informativ të orës 8, ndajmë së pari ngjarjet kryesore. Pas 3 ditësh homazhe, Papa Francesku përcillet sot në orën 10 për në banesën e fundit në një ceremoni ku do të marrin pjesë rreth 160 delegacione nga e gjithë bota. Pas funeralit do të kryhet edhe procesioni drejt Santa Maria Maggiore, ku do të mirëpritet nga të varfrit. Sheshi Shën Pjetër është në izolim dhe helikopterët fluturojnë mbi kryeqytetin italian. Mbi 250.000 besimtar bën omazhe për papën. Për ndërimin në Vatikan janë edhe presidenti Begaj dhe krerët e komuniteteve fetare në Shqipëri. Rama shtyn takimet e sotme të fushatës në respekt të zisë kombëtare. Berisha i vijon pa muzikë dhe me 1 minutë heshtje. Nga Shkodra, Rama kujtoi se dikur i lutej shkodranëve që ta votonin, ndërsa sot ka fituar mbështetjen e tyre fal transformimit nga Bashkia Socialiste. Berisha tha se Shqipëria në shembullin e Kavajës do ngrihet fuqishëm në një fillim të ri drejt të ardhmes. Shënohet incidenti parë elektoral në fushat. Një zyrtar i Bashkisë së Bulqizës denoncoi se u dhunua nga Xhelal Mziu dhe nipi i tij pas një takimi të demokratëve në Ostren. Policia referon rastin në SPAK, Mziu mohon dhunën dhe pretendon manipulim. Lufta tregtare e tarifave doganore të Trump po rrezikon val tjetër inflacionit të shoqëruar me ulje të investimeve në ekonomitë globale, përfshirë edhe vendin tonë. Këtë paralajmëron Banka e Shqipërisë, që thotë se po rritet pasiguria në tregje. Në një intervistë për Times, Donald Trump thotë se Krimea do të mbetet pjesë e Rusisë dhe se Ukraina nuk do të ndërsohet ndonjëherë në NATO. Përgjigjet Zelenski, i cili deklaron se qëndrimi i Kievit nuk ndryshon, Krimea është e Ukrainës. Mbi 5.000 foto dhe video treguan bukurinë e Shqipërisë turistike në konkursin ndërkombëtar të fotografisë Wanderlust in Albania, mbrëmje gala dhe ndarje çmimesh për më të mirët.